Shenjtorët e Shqipërisë, një podcast në Shqip, ku do të njohim kush janë shenjtorët e ditëve të mëvonshme në Shqipëri e kudo në botë. Në këtë podcast do të kemi bashkë bisedime me të ftuar, ku do t'i përgjigjemi pyetjes: çfarë do të thotë për ty të jesh një shenjtor i ditëve të mëvonshme? Unë jam Gjoni Myrtaj. Dhe unë jam Enida Rama Alushaj. Mirë se erdhët. Le të fillojmë. Përshëndetje miq të dashur, mirë se keni ardhur në podcastin Shenjtorët e Shqipërisë, një podcast në Shqip ku do të njohim kush janë shenjtorët e ditëve të mëvonshme në Shqipëri dhe kudo në botë. Ky është episodi joni 69. Unë jam drejtuesi i këtij episodi, Gjoni Myrtaj, dhe jam këtu me bashkëdrejtuesen Enida Rama Alushaj. Përshëndetje Enida. Përshëndetje Gjoni, përshëndetje miq të dashur. Më njësoj që po bëjmë dhe një tjetër episod. Ne ju falenderojmë për mbështetjen që na jepni gjithmonë dhe ju ftojmë që të vazhdoni të ndiqni videot e radhës të shtunave, siç i nxjerrim çdo të shtunë orën 6 pasdite me orën e Shqipërisë, edhe ju ftojni miq tuaj që t'i shikojnë edhe t'i bëjnë subscribe kanalit tonë. Patjetër, do të theksoj që kjo punë që ne bëjmë është vullnetare dhe kërkojmë gjithashtu, nëse ju jeni të interesuar të marrni pjesë si antar të skuadrës, ne ju mirëpresim, na dërgoni një mesazh në rrjetet tona sociale dhe në emailin tonë që do ta shënojmë këtu. Edhe ju falenderojmë edhe një herë për mbështetjen tuaj, për shikimet që na bëni në YouTube, në rrjetet tona sociale, jemi shumë mirënjohës për ju. Atëherë pa humbur kohën, Enida, mund të na bësh prezantimin e të ftuarës tonë të radhës? Patjetër, me shumë kënaqësi, e ftuara jonë e radhës është Adile Emini, është me origjinë nga Berati dhe sot jeton në Greqi me bashortin dhe 3 fëmijët e saj, ku ajo ka ndërtuar një jetë të re përmes punës pa lodhur dhe besimit fort. Ajo ka punuar për vite si robaqepse në Berat dhe tani punon në një hotel në Greqi, duke përballuar jetën me një zemër të mirë, cilësi që ajo e konsideron si dhuntinë e saj më të madhe. Adile u njoh me kishën në vitin 2015 dhe u pagëzua në 2016, moment që asaj i ndryshoi jeta rrënjësisht jeta e saj shpirtërore. Më pas pagëzohet djali, bashorti dhe djali i vogël, duke forcuar besimin e gjithë familjes. Sot Adile është thellësisht mirënjohëse për vajzën e saj, për gjithë familjen dhe bekimet që Zoti ka sjellë në jetën e saj. Mirë se erdhe Adile. Mirë se faleminderit. Shumë faleminderit që më pranove këtë ftesë. Është një kënaqësi për ne që të kemi shenjtorë të Shqipërisë që jetojnë kudo në botë, edhe tani më dhe në shtetin e Greqisë. Unë mezi po pres që të dëgjoj prej historisë tënde Adile dhe të mësoj më shumë prej rrugëtimit të besimit tënd. Dhe pa humbur kohën, le të flasim për vendlindjen, për rrënjët e jetës tënde, që vjen nga qyteti i bukur i Beratit, që konsiderohet si qyteti i mirë dritareve. Edhe duaj që të flasësh pak me fjalët e tua që si ka qenë të rritesh në atë qytet. Unë kam ardhur në Berat në vitin 2007, edhe kështu kam kaluar kohë shumë të bukur në Berat. Gjithashtu kam ndjetur 2 vite fëjes me bashkëshortin tim. Pastaj jam martuar në 2008, në 2009 linda djalin tim të madhin. Edhe kështu vazhdoi jeta. Edhe në Berat kam shumë kujtime të bukura nga fëmijët e mi. Edhe kështu. Po, doja të pyesja, ka ndonjë gjë tipike nga qyteti i Beratit që do ta vlerësoje si të veçantë nga qytetet e tjera të Shqipërisë? Në fakt diçka e veçantë në qytetin e Beratit është vetë Berati, sepse ajo është shumë i bukur. Edhe kjo është diçka e veçantë për mua. Po, është vërtet, është një qytet fantastik. Unë kam qenë atje disa herë dhe më ka pëlqyer shumë natyra, vendi kaq i bukur, edhe sidomos edhe dritaret që duken nga kodra afër Kalas është një gjë madhështore, është në fakt një mbrojtje e UNESCO-s,
edhe një vlerë natyrore në Shqipëri. Doja të pyesja Dile, nëse të mban mend diçka nga fëmijëria jote, si ishte të rritesh në familjen tënde me motrat e vëllezërit? Okej, fëmijëria ime ka qenë shumë e bukur. Se ne jemi 3 fëmijë, jemi 2 motra, kemi dhe një vëlla. Edhe unë kam qenë gjithmonë ajo vajza e vogël e mamit dhe e babit. Edhe ka qenë vërtet një fëmijëri shumë e bukur. Gjithmonë kam patur mbështetje nga prindrit. Kështu. Po, atëre thjesht për ta konfirmuar dhe ne, sa motra dhe vëllezër ke patur? Ne jemi 2 motra, kam dhe një vëlla. Okej, bet qefi. Edhe në rrethanat atyre që të shtëpisë, domethënë, a të mbajt mend diçka që akoma e vlerëson si një kujtim të bukur nga fëmijëria jote? Po, më kujtohet nga fëmijëria ime, gjithmonë kemi patur besimin e Zot, edhe kur isha e vogël, gjithmonë babi më ndiqte, sepse unë shkoja në kishë, sado që ishim musliman, unë që e vogël, kisha më qef dhe shkoja në një kishë tjetër. Edhe babi gjithmonë më lente që të shkoja në përkisha, dhe sepse kisha një besim në Zot edhe më pëlqente të ndiqja kishat. Thjesht doja të ndiqja kishat edhe kështu. Më pëlqen se si prindrit, babi të ka lënë të zgjidhjen e lirë që ti të eksploroje vetë dhe të forcoje besimin në Zot. Është shumë e rëndësishme edhe është bekim se jo të gjithë e kanë ndoshta atë mendjen e hapur dhe zemrën e hapur ta bëjnë këtë gjë. Ndoshta ka shumë prindër që duan më të mirën për fëmijët dhe mendojnë që ajo ç'a besojnë ata është më e mira, më e duhura dhe thonë jo do bësh këtë gjë apo do mos shko te ajo kishë që më bëhet shumë qejf. Babi më ka ndaluar asnjëherë, sepse ai beson vetë në Zot edhe kështu ka dhënë liri. Sa mirë, më bëhet qejfi. Po, ti ke krijuar familje, na the që je martuar, ke 3 bekime, 3 fëmijë, është shumë mrekulli. Po do doja dija, atë ka ngelur cila ishte ëndra jote kur ishe e vogël e Dile, ndoshta edhe një ëndër që nuk pate mundësi ta ndiqje. Ëndra ime ishte që nuk vazhdova shkollën. Kjo ka ngelur. Besoj se ka ngelur si peng, po pse jo, ndoshta sa të rritën pak fëmijët mund të vazhdosh ëndrat që i ke lënë për gjys shkollimin. Nuk mund të shpresoj me, sepse ne tani në këtë kohë kemi ardhur, mundohemi për më të mirën e fëmijëve tanë, të shkollojmë fëmijët tanë. Nuk shpresoj me që unë nuk e mendoj me këtë gjë që unë të vazhdoj shkollën. E kuptoj. Apo do ishte për fëmijët më mirë. Po asnjëherë nuk i diet pse jo mos i hidhni ato kapelet njëkohësisht. Ashtu është, në fakt jetës nuk i diet, ka edhe të papritura. Kështu që jam e sigurt që do bësh diçka të bukur, do ta plotësosh të ëndrrën që të ka ngelur, se është një ëndër shumë e rëndësishme. Po si ishte për ty që të rritesh, të martohesh, të bëhesh pastaj një nënë, të vazhdoje këtë jetën plot përgjithësi? Unë në fakt kam qenë në fëmijë dhe nuk e dija se si mund të rritesha, se si mund të bëhesha një nën, se si mund të bëja një fëmijë. Kam qenë vetëm 16 vjeçe. Edhe kështu me ndihmën e Zotit që ja kam dalë deri këtu ku jam sot. Unë në fillim të tash, kur të pash më bëri përshtypje se ti te kam 3 fëmijë dhe tash sa e re dukesh që ke 3 fëmijë, po nga një anë është bekim se fëmijët ty do të rriten shpejt dhe do t'i kesh shok, shoqe, ndoshta pak sfidë se ti thua që e kam filluar pak jetën e re, por do rriten shpejt. Tu kemi një foto me familjen apo jo? Po. Është një foto me familjen time. Falenderoj Zotin për familjen që kam. Falenderoj Zotin se kam 2 çuna të mrekullueshëm.
E vërtet, edhe bukurosja me fjonga. Çunat shikojshin gati po arrin babi, që Po, duhet jam kena vetë. arritur edhe ty. Mua ma kanë kaluar në fakt. Sa mirë. Ja, kjo është ajo, ndoshta kur bësh prind shumë i ri, është sfidë se je shumë i ri dhe vetë, po nga kjo anë, do të thënë, i ke shok pastaj. Sa Normal. bukur. Kur rritet fëmia tani, unë çunat i kam si shok edhe sillen me fëmijët e mi si ku t'jem shok dhe jo prind. Sa mirë. Okay. Po, duket sikur e ke vënë në dorë këtë prindërimin, sikur janë gjëra shumë të lehta, apo ke pas, duke qenë edhe nën, ke pas në një moment që e ke parë si provë shpirtërore, si ke kaluar këto sfidat, këto momentet e vështira në prindërim? Unë jam një njeri se jam shumë e qetë edhe nuk mendoj që kam kaluar keq. Mendoj që gjithmonë ja kam dalë me ndihmën e Zotit. Ke pasur besim në Zot. Okej, super. Po. Po, çfarë do doje që të mbanin mend fëmijët e tu nga ti? Çfarë shembulli do doje që të ngilte atyre që e kanë marrë nga mami apo nga prindrit? Po. Fëmia ime do doja që të kishte një shembull, që të ishte fëmijë, të ishte i duruar, të kishte dhe zemër, të kenë dhe zemër të pastër. Të kenë durimin dhe zemër të pastër. Këshilla shumë të bukura këto, Adile. Unë doja të pyesja në fakt, si ka qenë që të rrisësh fëmijët dhe familjen tënde duke pasur një urinë dhe besimin në Jezu Krisht edhe në kish. Na fol pak më gjerë në lidhje me këtë. Duke patur besimin edhe në kish, në fakt do doja shumë që familja ime të vazhdon të ishin bashkë me kishën, edhe fëmijët e mi të ishin në kish, se tani ata janë larguar. Po shpresoj që një ditë edhe mund të jenë. Në kish kanë qenë shumë bukur me fëmijët e mi, shkoja çdo të diel në kish, shkonin për aktivitete. Unë në kish kisha dhe një thirrje si presidenti e shoqatës timës atje. Edhe kështu fëmijët e mi më jepnin gjithmonë shpresë që unë të vazhdoja të ecja përpara. Po, bravo, në të në duket që shembulli që ti po i protetizon familjes tuaj, në të në është shumë i rëndësishëm, sepse ata mund të vendosin në një të ardhme, të zgjedhin të njëjtën rrugë që ti ke zgjedhur, por ne duhet të jemi një shembull për ta, pavarësisht se çfarë ata zgjedhin të bëjnë me jetën e tyre. Unë tani dua të ndalem tek një çast ndoshta shumë rëndësishëm në jetën tënde, sepse ndryshoi rrjedhën e jetës tënde, ku ju emigruat nga Shqipëria në Greqi. Na fol pak me aq sa mban mend me eksperiencat e tua që si ishte të largohesh nga Shqipëria dhe të vije në këtë vend të huaj që tani është bërë shtëpia juaj. Në fakt, ka qenë shumë vështirë për mua që të largoja nga Shqipëria. Edhe kam përjetuar shumë keq largimin nga Shqipëria. Por them kjo ishte plani i Zotit, sepse Zoti gjithmonë zgjedh një rrugë që për të mirën e njerëzve, sepse ne kemi atë përgjegjësinë. Edhe kur unë largova nga Shqipëria, më erdhi shumë keq për Shqipërinë, sepse aty kisha çdo gjë nga fëmëria ime, kisha çdo gjë. Por Zoti ka një plan për ne, edhe ai e di më mirë. Edhe prapë Zoti më ka dhënë diçka që tani ka më shumë vlerë si ato mendime që unë kisha për Shqipërinë. Edhe këtu në Greqi jam shumë mirë. Edhe nuk e kam tani si e kisha në fillim se nuk do shkojmë në Shqipëri ose pse u largova nga Shqipëria. Edhe nuk e kam shumë probleme për Shqipërinë. Sepse tani kur jeton me një vend tjetër, tani këtu është bërë si shtëpia ime, kur jeton me një vend tjetër, tani kujtimet ngelen pas, por tani jeta vazhdon. E kjo është e gjitha.
Po, ke shumë të drejtë si emigrant vetë. Besoj që emigrant do vi në Shqipëri si emigrant, asgjë më shumë. Dhe ne tani do jetojmë këtu për gjithmonë. Po, më bëhet shumë qefi, Adile. Unë do thoshe që si emigrant vetë, do të thënë e kam rasur të çështje që ku largohesh nga Shqipëria dukesh si i huaj në një vend të huaj, por ai vend bëhet paka shumë si shtëpia jote e dytë, edhe është një vendi ku ti ndan eksperienca, momentet e reja me familjen tënde. Unë doja të pyesja, do të thënë jam kurioz të di si ishte momenti i parë kur edhe në Greqi, ndoshta kultura, sepse nuk është e njëjta si kultura jonë e Shqipërisë. Ka patur në një moment ku ti, domethënë, përballoje këto sfida, si të përshtateshe me vendin, me kulturën? Këtu nuk është që ka patur një moment shumë të vështirë me njerëzit, sepse këtu njerëzit janë shumë të sjellshëm, janë shumë të mirë, edhe nuk kam patur ndonjë moment të vështirë. Janë shumë të kulturuar edhe këtu dhe sepse edhe këtu ka njerëz të mirë, nuk do të thotë se janë grek ose janë racist, nuk do të thotë gjë kjo. Edhe këtu ka njerëz të mirë. Është e vërtet, nuk më kujtohet emri një dietari grek, ndoshta Sokrati, nuk e mbaj mend, që kur shkon në një qytet e pyesin se si ishin njerëzit atje, edhe ky i thot, po si ishin taj vendi që ku je ti? Më thënë, vjen një i huaj dhe thot, tani ta parafrazoj edhe një herë, ishte një emigrant, një njeri huaj që vjen dhe pyet dietarin dhe i thot si janë njerëzit në këtë qytet, dhe ky e pyet, nuk i them përgjigje, po i thot si ishin atje nga erdhe ti. Edhe ky i thot ishin njerëzit shumë të këqilla, fazant, i thot gjëra më të këqija. Edhe pastaj vjen një huaj tjetër dhe e pyet përsëri si janë njerëzit në këtë qytet. Po tek qyteti që ishe ti, si janë njerëzit shumë të mirë, thot gjëra më të mira, edhe pastaj njerëzit që i kishin dëgjuar, që i kishte dhënë dy përgjigje të kundërta, po pse the kështu e thon? Po sepse si mendon tha, ashtu do, nëse ti mendon keq, ashtu do edhe ashtu do ndjehesh, ashtu do bësh. Që unë mendoj që ti ke pasur zemrën e mirë për të vlerësuar popullin atje, grekët, nuk ke pasur ti paragjykim që ke ndjerë dashurinë e tyre. Që ka të bëjë shumë dhe qëndrimi jonë. Po më bëhet mirë që nuk e ndjerë paragjykim, ka njerëz plot që... Jo, nuk kam ndjerë. Sepse më kanë pritur shumë mirë dhe janë shumë të respektuar. Po, unë besoj se ke merituar këtë respekt, që të kanë dhënë që ke merituar. Se dukesh, ne nuk njihemi, nuk e din që se ti Gjoni njihesh. Ato nuk të njoh. Po, më jep energji pozitive, kështu që jam e sigurt që njëjta gjë është dhe me njerëzit atje. Po pyetja ime është akoma për këtë periudhën që ti ke shkuar, the që ishte e vështirë momenti në fillim, normalisht malli, gjërat që ke lënë pas në Shqipëri, po kush apo çfarë të dha forcë ty që mos dorëzohesh, të rifillosh dhe njëherë nga zero, ja? Fort gjithmonë kanë qenë fëmijët e mi. Ata janë forca ime, gjithmonë familja ime dhe fëmijët e mi. Tjetër, nuk ka forcë më të madhe, besoj, për një prind se sa fëmia është motor që të shtyn për të ecur përpara. Okej. Po, a ishte i vështirë për ty ndryshimi, ti punoje si robaqepse, pastaj më thënë fillove punë në hotel, a e vuajte ndoshta ndryshimin e punës, ndoshta profesion, ndryshimi i profesionit, a ishte i vështirë për ty si tranzicion kjo? Në fakt jo, nuk e kam patur të vështirë fare, sepse jam mësuar me punë edhe nuk e kam atë po çfarë pune do m'dali tani ose çfarë pune do dali pastaj. Gjithmonë një njeri po i qef punëtore, vazhdon e gërmon punën dhe nuk e ka problem. Shumë vërtet. Duket sikur ke përballuar punën. Nuk e kam patur aq vështirë si do punoj këtu ose si punoja në Shqipëri, nuk e kam problem për punën. Shumë mirë, më bëhet qefi. Duket sikur duart e tua kanë qenë shumë të gatshme për punë. Po çfarë kemi mësuar me punë, kemi punuar që të vogla.
Është Na ka futur mami që ku ishim të vogla për punë shtëpie, edhe kështu. edhe ka Po dhënë që frytet. mësuar që e vogël, edhe nuk e ke problem për punë. Është e vërtetë, ndoshta ky është i mësim për prindit që të përpiqen edhe t'i lejnë fëmijët të shijojnë fëmijërim, po edhe të përpiqen që t'i përgatisin për jetën, sepse jeta të çon në shumë, si të ka çuar ty për shumë në Greqi, po jeta mund të çojë në shumë drejtime të ndryshme. Okej. Po si a ka qenë e vështirë ndoshta që ti të shkosh në punë si antar e kishe, ke pasur ndoshta kolegët apo punëdhënësit ndoshta kanë pasur parime të ndryshme nga ty, a ke ndjer paragjykimin që ti ke qenë besimtare e kishës Jezu Krishtit? Në fakt ka patur momente që kanë thënë çfarë do ti në kish, ose pse vete ti në kish, kisha nuk është asgjë. Kam patur këtë paragjykimet nga njerëzit, por besimi në Zot gjithmonë ja ka dalë, sepse ne jemi bitë Atit qellor. Ne jemi këtu në tokë vetëm për të shërbyer. Edhe kështu i kam thënë shoqërisë time ku punoja në Berat, në rroba qetësi. Edhe ka patur momente që nuk kemi patur shumë se shkon në kish, ose pse kështu, se nuk e di të me, sepse nuk kam patur paragjykime shumë të forta, se ti ta shpjegoj. Një gjë që vërtet e vlerësoj për ty, Adile, është fakti që ti je shumë punëtore, na the vetë që edhe kur ishit fëmijë ju punonit, kishit gjithë parimin e të merreshit me punë. Çfarë këshille do t'i thoje fëmijëve të tu tani, po edhe dëgjuesve që na dëgjojnë, rreth cilësisë që të jeni punëtor, që të jemi të zellshëm për të punuar? Po, unë do t'i thoja fëmijëve të mi, edhe të gjithë ato që na dëgjojnë tani, duhet të punojmë gjithmonë me besim në Zot, të ecim përpara, gjithmonë çdo punë që të marrim në dorë, gjithmonë t'i lutemi Zotit, sepse ai do na drejtojë dhe do ta rifitojmë atë punë që ne duam. Dhe shumë bukur, shumë sakt këtë gjë. Faleminderit. Tani do ndalemi në një temë tjetër për të njohur rrugtimin e besimit tënd. Na fol pak për pagëzimin, si u njove me kishën, ku ka ndodhur ajo, edhe si ishte momenti i parë me takimin me misionarët. Po, momenti i parë me takimin me misionarët kanë qenë 2 motra, kanë ardhur në shtëpinë time dhe kanë trokitur tek porta. Edhe unë pastaj e hapa portën, shikoj 2 vajza. Njëra ishte motër e ri dhe tjetra ishte Ana Cani. E ne kështu i ftova brenda, edhe nuk e kisha problem se çfarë ishin ose ishin çfarë feje ishin, sepse njerëz jemi të gjithë. Edhe kisha dëshirë të mësoja prej atyre për Zotin, sepse nga që unë kisha gjithmonë qef, kam qef të mësoj më shumë për Zotin. Edhe i ftova ato brenda, edhe kështu më treguan për kishën. Pastaj ata kërkon nga mua një lutje, dhe unë nuk e dija se si ata u lutsin, edhe unë vazhdova lutjen time se ishte e krishterët të thoshin lutje tjetër. Edhe kështu vazhdova shoqërinë me 2 motrat, dhe ata më ftonin gjithmonë të vija në kish, edhe kështu njofta. Ata erdhën në shtëpinë time. Për ta qetësuar këtë, kjo ka ndodhur në Shqipëri apo jo? Po, në Shqipëri, në Berat. Okej. Shumë bukur. Dhe pavarësisht kësaj, domethënë ti u njoh me kishën, a kishte diçka ndoshta si një antare të re që e gjete si sfidë, ndoshta dhe rregullat në kishë apo thirrjet e ndryshme që ne kemi, çfarë ishte ndoshta në një vështirësi që ti pate për të përshtatur me antarësimin në kishë? E vështirësi ishte me antarësimin në kishë, sepse në kishë ka lloj njerëz, si të më thënë, thosha. Okej, dhe nuk dija dhe unë se si të beja, si të veproja. Prandaj, dije se kisha, dhe më thënë, kisha një spital për njerëzit. Edhe këtë mendova gjithmonë, kisha është spital.
në kish mund të vinë çdo lloj njeriu. Edhe vazhdova pastaj e mora këtë rrugë edhe mendova që thash do pagësohem edhe kështu pagësova. Po. Tu është një foto që kam qenë në Rom. Na fol pak Në për atë tempull. eksperiencë, si ishte eksperienca të shkosh në tempull? Eksperienca në tempull ishte kur unë me motrat misionare bëja shumë mësime për tempullin. Edhe kështu më erdhi një frymëzim që doja të shkoja patjetër. Edhe kisha një dëshirë të madhe, thjesht të shikoja çfarë ishte tempulli ose çfarë. Thjesht ishte kurioziteti im që doja të mësoja më shumë për tempullin, çfarë ishte tempulli. Edhe kur e mësova që mora dhe induamentin në tempull, atje ishte një kënaqësi shumë e madhe. Atje në tempull ishte një qetësi që nuk mund ta ndjeje asgjë kënd tjetër. Sepse unë e kam ndjeje shpirtin e Perëndis atje. Edhe gjithmonë kur lutesha, Zoti më jepte një përgjigje. E shoh me sa mall flet për tempullin, besoj se tani Tempullin është një ëndra ime, besoj, lutem Zotit që një ditë edhe mund të shkoj prapë, sepse tani nuk e kemi aq mundësinë, sepse tani jemi filluar me punë, me familjen, jam përkushtuar më shumë familjes, jam larguar edhe pak nga kisha, por shpresoj që një ditë mund të shkoj përsëri në tempull. Po. Në fakt do të pyesja për këtë, Adile, domethënë tani që jeton edhe në Kret të Greqisë, si është të jetosh Ungjillin e Jezu Krishtit, sepse unë vura re që ne nuk kemi një ndërtes të kishës në ishullin e Kretës deri tani më. Si ja bën ti për të jetuar Ungjillin e Jezu Krishtit? Unë, kur kam ardhur këtu, i kam marrë librat me vete, kam marrë librin e Mormonit, Doktorinë e Beslidhjes edhe Biblën, edhe vazhdoj çdo ditë lexoj nga pak. Edhe kështu gjithmonë e kam atë besimin tim tek librat, tek shkrimet e shenjta. Është mua më duket shumë i fortë besimi yt, ndoshta ndonjëherë edhe më i fortë se sa disa nga ne që ndoshta mund të shkojmë çdo ditë në kishë edhe pastaj ndoshta nuk lexojmë apo nuk i bëjmë ato gjërat që na forcojnë besimin. Po është sfidë më vete kjo që nuk ke një temë, një kishë që ta adorosh Zotin, por ai që do e gjen mundësinë, ti ke marrë Në fakt, Zoti më dhuroi dhe kishën këtu, sepse unë jam njohur edhe këtu me misionarët. Pavarësisht, si thash pak më parë, ato vështirësitë e familjes, nga ajo që jam lidhur shumë me punën, por unë nuk e kam humbur besimin, akoma. Sepse besimi, si thua, durim deri në fund. Kjo ka rëndësi, është vërtet. Gjithë ato hapat e tjerë, po nuk që durimi deri në fund nuk plotësojnë dot. Po a keni ndërtesa afër aty që mund të shkosh? Po, e kemi dhe ndërtesën këtu. O sa mirë. Kemi. Se di që në Greqi nuk ka shumë pika, në fakt, nuk ka shumë kisha. Tani është hapur një kishë, është një godinë e vogël. Sa mirë. Më bëhet shumë qefi. Po, çaja më kurioze, në fakt isha të dija pak se si e njohur me bashortin, si ka qenë me dashuri apo ju prezantuan. Në fakt, lidhja ime me bashkëshortin ka qenë me lajmësi. Në kështu, vendosën prindrit, se na martonin si do prind shqiptar, se duan për më të mirën e fëmijëve të tyre. Edhe kështu ka qenë njoja me bashkëshortin tim me lajmësi. A ka të mira kjo, se kam dëgjuar shumë njerëz, unë dhe Gjoni i kemi njohur të vetë,
partnerët bashkëror të tam, po nuk e di si është se edhe nga studimet thonë që shumë nga këta që janë martuar me shkuesi, domethënë që janë prezantuar nga tjerët kanë disa privilegje, të ndonjëherë dashuria e tyre është më e fortë se sa një dashuri që është, si thua, e rëmbyer apo që e ke njohur vetë, ndonjëherë duket sikur janë më të qëndrueshëm. Cilat janë këto të mirat e martesës me shkuesi? Dashuria lind vetë, nuk është se të ke shumë, ajo lind. Edhe kështu jam njohur me bashkëshortin, ai më shumë ka jetuar në Greqi, pastaj unë në Shqipëri, kemi pasur shumë largime nga njëri tjetri. Edhe po falenderoj Zotin sepse jam mirë. Duket sikur keni krijuar një familje të bukur tash. Kështu. Po. Kjo është edhe një gjë që nuk ka një formë dashurie, mendoj unë, ka disa që mund të funksionojnë kur ke vullnetin e mirë siç keni bërë ju, kështu që burime për familjen që keni krijuar. Faleminderit. Një gjë që dua të di në fakt, se po mendoja, është sfidë kur krijon familje, ke fëmijët, po si ja ke dalë ti që ti rrisësh fëmijët në një shtet huaj, por gjithashtu edhe të punosh? A ka qenë e vështirë? Po, kam patur momente të vështira, sepse tani sidomos me vajzën e vogël kisha shumë momente të vështira, si të vija në punë, ose si të... Edhe kështu ja kam dalur. Ja kam dalur prapë, edhe me vajzën. E çova në çerdhe, edhe vazhdova punën. Falenderoj Zotit sepse tani kam edhe çuna të rritur, më ndihmojnë ato jashtëmase. Jam falënderuese çunave të mi që më ndihmojnë. Edhe kështu nuk e kam ndjer aq shumë lodhjen. Përpiqeni gjithë. Përpiqemi që mos të kem, nuk më ka rënë, si të më thonë, ajo pesh vetëm mua, për si familje ne kujdesemi për njëri tjetrin dhe ndihmojmë njëri tjetrin. Po, duket sikur mendoj që e ke trashëguar nga familja jote këtë kulturë që të gjithë duhet kontribuojnë në familje, duket sikur këtë frymën ja ke dhënë fëmijëve apo jo. Po, patjetër. Shumë mirë, është shumë e rëndësishme, është një mësim, se ndonjëherë çka kam vënë re unë, ndoshta Xhoni, se është djalë, mund ta konfirmoj, po shumë nga mamat shqiptare kanë këtë tendencë që ndonjëherë ja bëjnë gjërat gati fëmijëve, sidomos çunave, edhe është e vështirë pastaj kur janë të pavarur një jetë, po duket nuk ka qenë kështu për ty, sigur ke qenë e përgatitur për jetën. Ajo lind vetë, nuk është që unë përgatita vetë për jetën. Ato vinë vetë. Do gjë është të ratë, vjen vetë. Doja tani të dija pak, pyetja ime e fundit para se ti le radhën Xhoni, doja të dija pak si ishte pjesa e pagëzimit për ty, na trego pak, e mban mend atë ditën kur u pagëzove? Po, e mbaj mend, kam qenë në Divjak. Ishte një ditë shumë e bukur, dhe unë mezi prisja të shikoja se si ishte pagëzimi, se si do ndryshoja, mund do fusja në ujë, ose çfarë do ndodheshe, isha një kurioze çfarë do ndodhi nëse unë do futem në ujë. Edhe kështu, kur unë e provova, ku futa në ujë, pastaj kur del nga ujti, shikoj sepse aty vazhdoj një jetë të re. Aty është një shpirt shumë i pastër. Dhe atë e kam ndjer atë ditën e pagëzimit kur unë jam pagëzuar, kam ndjer shumë frymën e shenjtë. Po, një tjetër bekim që ti ke përjetuar, Adile, që është një bekim shumë i madh për anëtarët e kishës, është të kesh edhe familjen tënde të pagëzuar në Ungjillin e Jezu Krishtit. Na tregon pak si ka qenë kjo eksperiencë që pagëzoje djalin, pastaj bashortin, pastaj djalin e vogël, si ishte kjo për ty? Kjo ishte sepse ne duke vazhduar fillim duke lutur si familje, bënim lutjet si familje, dhe ajo pastaj erdhi vetë, ato e vendosën vetë, kishin dëshirë që thotë të pagëzonin, nga mësimet që ata njëshin gjithmonë nga motrat misionare,
se vini në shtëpinë time. Edhe kështu ato e ndjen vetë, nuk ishte që i fryta unë ose çfarë, ato ishte vjetë ndjesia e tyre, që donin të paksonin. Po, shumë e vërtet kjo, nuk e forcojmë ungjillin ndaj asnjëri tjetër, ata marrin vendimin e tyre, vetjak edhe është një bukuri të shohësh një familje të bashkuar në ungjillin e Jezu Krishtit, sepse edhe si e di vetë, domethënë që familjet janë të përjetshme nëpërmjet ungjillit dhe nëpërmjet ordinancave që bëjnë në tempull. Edhe nuk e di nëse ke qenë në tempull së bashku me familjen tënde? Jo, nuk kam qenë në tempull akoma. Okay. Si thash edhe pak më parë, shpresoj që një ditë edhe mund të shkoj. Gjithmonë me shpresë. Po. Unë vërtet uroj që kjo të plotësohet, sepse është një gjë shumë e bukur edhe vërtet që do jetë një mrekulli jo vetëm për ty personalisht, por edhe për fëmijët që do të mbajnë mend këtë udhtim shpirtëror që do thotë shumë për ta. Le të ndalemi pak te diçka tjetër që ti e përmende vetë, edhe unë doja që të eksploronim pak më shumë. Ti the që kur u largove nga Shqipëria dhe erdhe në Kret, shkrimet e shenjta kanë qenë shumë të rëndësishme në forcimin e besimit tënd. Na fol pak për këtë, si ka qenë studimi i shkrimeve të shenjta, sidomos libri i Mormonit, që të mbaje fort besimin tënd? Po, ishte që të mbaja fort besimin tim. Ishte gjithmonë ajo mendimi gjithmonë tek Zoti, sepse duke lexuar se atë momente ndjeva vete, unë ndjeva shumë si e vetmuar, domethënë. Edhe hapja gjithmonë librin aty, lexoja një fjalë edhe më vishin shumë mendime në mendjen time dhe mendoja, duke lexuar, mendoja se mund të kaloja atë stresi që unë kisha vetë, shqetësimi që u largova nga Shqipëria dhe erdha këtu, edhe ja kam dalur duke lexuar shkrimet e shenjta. Dhe ajo më ka dhënë shumë fort që unë jam sot këtu, duke studiuar nga shkrimet e shenjta dhe duke lutur Zotit. Bëhet shumë qefi. Do të pyesja tani, kush të pëlqen më shumë të lexosh librin e Mormonit në shqip apo në greqisht? Në fakt, unë akoma nuk e kam mësuar mirë greqishtën për të lexuar, edhe gjithmonë e lexoj në shqip. Edhe kur vijnë misionarët këtu, unë vazhdoj lexoj në shqip akoma. Ja kështu. Po, është një gjuhë shumë e bukur, por shpresoj që një ditë që ta mësosh, sepse është një gjuhë që vërtet edhe Bibla, për shembull, siç e dim, është përkthyer në fillim nga greqishtja lashtë. Edhe por shqipja sidomos është një gjuhë e tepër e veçantë. Po shkrimet e shenjta janë të njëjta në të gjitha gjuhët. Të njëjta në të gjitha gjuhët. Jo, unë mendoj që greqishtja më pëlqen shumë gjuhët, unë mendoj më mirë shqip, do mbash gjuhën. edhe me fëmijët ndoshta do u flasësh shqip, sepse nuk e di sa vjeç kanë qenë fëmijët kanë lindur atje, si u flisni? Jo. Në shtëpinë e shqip flasim. Shumë mirë, nuk do kem problema. Edhe vajzën time tani të vogël, them që dua t'i mësoj një shqipen, i flas shqip, pastaj të mësoj greqishte. Është bën shumë mirë. Faktikisht po lexoj një studim para disa ditëve, se tani ka shumë familje që janë nga emigrimi dhe nga gjithë martesa me komsi të ndryshme, kështu ka shumë fëmijë me 2 gjuhësh apo dhe 3. Edhe e thonin që flisni gjuhën që i shprehni më shumë dashurinë, shku ka më mirë se shqipja. Ashtu i them fëmijëve, pse flisni shqip në shtëpi? Ne nuk po jetojmë me në Shqipëri. Ne po jetojmë këtu. Ato prap shqip flasin, sepse thonë ne shqiptar jemi dhe nuk kemi grek. Shumë mirë. Pastaj fëmijët mësojnë shumë shpejt gjuhën, shumë më kollaj se në tritër, kështu që nuk kapur gjuhën, flasin shumë mirë. Sepse çunat i kanë në shkollë, i madhi fillon likjon në shkollë të lartë, i vogli është në gjimnaz. Sa mirë, sa mirë. Po, një gjë që na ke shkruar te biografia jote, ke thënë se edhe përmend edhe vajzën pak më parë, ke thënë që ajo është bekim që ka ndryshuar jetën. Si na trego pak si e ke parë dorën e Perëndis në ardhjën e saj, si të ka ndryshuar jetën? Po,
Ajo është një bekim për mua, e ka emrin Marina, vajza ime, Si, Martina? edhe Marina, Marina. Sa i mërë bukur. Marina. Edhe është një bekim për mua, sepse gjithmonë lutesha Zotit e kisha një vajzë, edhe Zoti ma dha një bekim në jetën time. Më dha Marinën. Dhe më atë e kam si motër tani, si shoqe. Dhe më atë bëj gjithçka. Ajo është bekimi im. Duket sikur është kompletuar tani me Marinën, familja është e plotë. Po. Ja, po, Adile, kur mendon për familjen tënde sot, cilat janë ato 3 gjërat, për shembull, apo edhe më shumë, që ti i thua Zotit faleminderit çdo ditë? Unë i them Zotit, o Zot, faleminderit çdo ditë që të kem shëndetin e fëmijëve të mi mirë, të kem familjen time mirë. Dhe kjo është gjithmonë lutja ime në Zot. O Zot, shëndetin e familjes time, fëmijëve të mi, edhe lumturinë dhe paqe. Okej. Po, një gjë që jam shumë kurioze të di se me sa kam dëgjuar është e vështirë të jesh emigrante, ndonjëherë sidomos nën, se mendoj që izolohesh, se do kohë për familjen dhe puna. Si ja bën ti për të mbajtur anën emocionale dhe shpirtërore të fortë? Çfarë ndoshta bën për veten, apo a merr kohë për veten që të thuash ndonjë hobi ose ndonjë gjë që ti bën? Që t'jesh mirë ti vetë, karikosh bateritë e tua? Unë për vete, gjithmonë më vinë mendime shkrimet ato këngët e shkrimet të shenjta, edhe vazhdoj këndoj me veten time, them se çdo gjë do shkoj mirë, e në gjithmonë këndoj nga shkrimet të shenjta, më vinë në mendje, këndoj këngën gjithmonë atë çdo orë më duhesh ti, këtë këngën e kam gjithmonë. Për çdo gjë që unë mund të vazhdoj, gjithmonë më vinë ato këngët që kam kënduar në kishë, edhe kështu i kaloj. Çdo gjë i marr sportivitet edhe nuk është që të shqetësoj veten, për asgjë nuk duhet të shqetësojmë veten. Më pëlqen kjo metoda jote me këngët, për të jep forcë edhe. Po, më japin forcë shumë himnet. Unë doja të pyesja Dilen, duke jetuar në një qytet të huaj tani dhe ku kisha, siç e konfirmoi vetë, është aty, çfarë ndryshimesh ke patur midis kishës në Shqipëri, ku ti fillove besimin tënd, edhe kishës aktuale aty në Greqi? A ka ndonjë ndryshim? Nuk mendoj që ka ndonjë ndryshim, sepse gjithë kujtimet e mia janë në kishën në Shqipëri. Edhe kështu nuk mendoj që është ndonjë gjë e veçantë. Po, është e vërtetë që kisha është kudo në botë, edhe janë të njëjta parime, të njëjta mësime, antarët ndoshta ndryshojnë, situata ndryshojnë, por gjithçka mbetet e njëjtë në bazë të besimit. Doja të pyesja, na fole pak për praktikat e shumta që ti përdor për të forcuar besimin tënd, po ka diçka tjetër që ndoshta nuk e ke ndarë me ne akoma, që çfarë ti bën që të mbash zjarrin e besimit edhe dëshmisë tënde të gjallë? Çfarë bëjmë që të mbaj dëshminë time të gjallë? Dëshmia ime është se kam një qëllim për jetën time, edhe ajo qëllimi është fëmijët e mi, sepse nëse unë do vazhdoj, do sillem mirë me familjen time, me fëmijët e mi, edhe ai besimi gjithmonë do jetë për mua. Kjo është besimi, sepse çdo gjë me besim mund të përballosh, të ecësh para. Nëse ke besim për diçka mund ta bësh. Çdo gjë bëhet, nuk është që nuk bëhet. Nëse ke besim. Nuk është asgjë që do jetë e pamundur. Çdo gjë është e mundur. Po, është e vërtet kjo. Dhe doja të
të ndaleshin pak edhe te fakti që si mund t'i përballojmë ne sfidat në jetë, sepse në të gjithë jetët tona, si dishepull të Jezu Krishtit, si shenjtor të ditëve të mëvonshme, ne përballemi me shumë sfida të ndryshme. Ne doja të dija nga eksperjenca jote, Adile, çfarë mund të ndash ti me ne, si e ke përballuar ti sfidat e ndryshme të jetës dhe çfarë ke bërë ti për të ruajtur atë besimin e fortë gjatë këtyre vështirësive? Si kam përballuar sfidat e jetës. Duke ruajtur qetësinë me veten time, në parë, rëndësia është vetja ime. Mendoj që çdo gjë do shkojë mirë, nëse do jem unë mirë, edhe sfida do t'i përballoj. Duke menduar gjithmonë për veten time në parë, pastaj duke menduar që sfidat kalohen. Duke dhënë një shembull, sepse nëse unë do jem një shembull i mirë për njerëzit, edhe njerëzit do shikojnë, edhe sfidat mund t'i kalojnë duke shërbyer, nëse ne shërbejmë, nëse ne vazhdojmë bëjmë mirë, edhe sfidat mund të kalohen, çdo gjë. Ke shumë të drejtë. Edhe pikërisht nuk e dalë te tema që unë dua të pyes tani, se ti na ke thënë që talenti yt është të pasur një zemër të mirë. Na fol pak si ke përdorur ti zemrën tënde që të shërbesh të tjerëve, se fole që shërbimi ka rëndësi për ty. Zemra që i shërbej të tjerëve duke i falur njerëzit, duke menduar sepse kemi një jetë, këtë jetë duhet të sillemi mirë, duhet të bëjmë vepra të mira, sepse jemi njerëz, jemi mëkatar, edhe në qoftë se ne vazhdojmë me falë njëri tjetrin, çdo gjë do shkojë mirë. Dhe gjithmonë duhet rrit ajo zemër butësia. Kështu e mendoj. Me vërtet. Më kujtove atë momentin kur Jezu Krishti i thot që Perëndi falje, Zot falje, se ato nuk e din çfarë bëjnë. Ndonjëherë kështu është edhe me njerëzit, ndonjëherë ato nga mosdia nuk na lëndojnë, apo thjesht sepse është natyra e njeriu që Natyra e njeriu. Është natyra e rëndë, kështu që shumë e rëndësishme që ne të falim, ta hapim zemrën. Po çfarë talentesh tjera ka Adilia që ne nuk na ka thënë? Çfarë talentesh i përdor ti i vën në fund dhe çfarë të pëlqen të bësh? Talente, besoj që si mund ta shpreh talenti im është që jam një njeri që fal shumë, jam një njeri që dëgjoj shumë, jam një njeri që nuk përpiqem që të lëndoj njeri. Edhe mendoj që kjo është talenti ime. Kështu mendoj unë, di më shumë, për momenti s'po më vjen as fjalë. Nuk e di pse më dhe përshtypjen që mund të kesh dhe zëri jot duket si melodios, nuk e di pse mendoj që mund të këndosh mirë. Po, kam patur shumë qejf kur isha në Berat, këndoja nga himnet dhe më pëlqenin shumë. Shumë mirë. Po çfarë përpiqesh të bësh? E di që je zënë, se je nën, edhe normalisht punët e ditës, tjetës. Po çfarë bën në kohën e lirë? A ke ndonjë hobi, ndonjë gjë që ti bë për veten? Në kohën e lirë, më shumë mire me, si mund ta them, mirë dhe më shumë me veten time. Ja fus një muzikë. Them çdo gjë të shkoj ku të shkoj them una, por rëndësi ka të kem shpirtin tim të pastër. Edhe nga ajo që të largoj gjithë mendimet e këqija, të gjithë gjërat, të gjithë të largohem nga njerëzit, se muzika mendoj që është më e pastër dhe më mirë për të çliru shpirtin nga njerëzit që nuk kuptojnë. Kaq.
Mirë. Duket sikur që muzika që nga vërtet është pjesë e rëndësishme e jotja. Okej. Muzika janë muzikë, nuk është që është muzikë, po në muzikë ke fjalë të vërteta, janë ngjarjet e jetës. Si mund ta them me pak fjalë, janë ngjarjet e jetës. Muzika ka të fuqinë që përçon në shpirt ndonjëherë më shumë se shumë gjëra tjera. Ë di që nuk e di në fakt, po më kanë thënë që të pëlqen edhe palestra. Ë a shkon në palestër? Si Po në fakt palestrën e kam të puna dhe çdo ditë aty jam në palestër. sa mirë. Në Ke ku kam tregti. kohë në lirë, me palestrën mire. Sa mirë. Do të thënë ti promovon një test në shëndetshme të televizorit. Po, të rish 8 orë në kem, të bësh 12 doma hoteli, e në prapë të futesh bësh edhe palestër, është një bekim. Besoj të jetë na i femër që mund t'i bëj të gjitha këto. Po kjo është tregon fakt drejtues të kishës edhe një gjë që ne promovojmë, ndoshta jo të gjithë e bëjmë, po është që ne duhet ta ushtrojmë trupin ton, të kemi aktivitet fizik sepse trupi Po, ka nevojë të lëvizje dhe është shumë e rëndësishme, kështu që ti e bën këtë, kështu që je shembull nga kjo anë. Do doja të dija po fëmijëve çfarë përpiqesh tu mësosh, çfarë talenti do që ato të zhvillojnë, ku ngulmon ti që ato të fëmijët të mi zhvillohen. i kam folur, fëmijëve të mi, kam thënë rast parë është shkolla. Qoftë ato duhet të vazhdojnë shkollën dhe të bëjnë të kenë një zanat për veten e tyre. Sepse ajo është më e rëndësishme tek fëmijët e mi. Edhe përpiqem që të qëndroj më pranë fëmijëve të mi, të targjoj kohën më shumë me ata, dhe këtë mund të bëjmë për fëmijët e mi. Po janë këshilla shumë të vlefshme këto, pasi edukimi, sidomos për fëmijët, është shumë i rëndësishëm që t'i hapi mundësive për ata një ditë që të bëjnë ato gjëra që ata duan të bëjnë dhe të luajnë një rol në shoqëri. Doja që të pyesja tani me që po flasin edhe për fëmijët, edhe për çfarë mësimesh ne do t'i japim atyre, në qoftë se kjo do të ishte mundësia jote që të ndaje ndoshta një dëshmi për fëmijët e tu që ta dëgjonin atë, cila do të ishte ajo, domethënë çfarë do thoshje ti fëmijëve tuaj sa i rëndësishëm është Jezu Krishti dhe Ungjilli i tij në jetën tënde? Po, patjetër, kjo është shumë e rëndësishme, sepse unë bashkë me fëmijët e mi akoma kemi atë lidhje, lutemi bashkë, edhe gjithmonë vëmë Zotin të parët. Sepse në anë besimit tonë në Zot, edhe fëmia do vazhdoj, do ndjeki rrugën e Zotit. Gjithmonë i flas çunave të mi të lutem, gjithmonë çdo vendimi që të marrin të vënë Zotin të parë, pastaj të veprojnë. Edhe kjo ndodh gjithmonë në familjen time. Një dëshmi shumë e bukur kjo. Edhe unë vërtet shpresoj që e di, domethënë nëse kam dëgjuar nga dëshmia jote që ti do të jesh një bekim për fëmijët e tu, duke jetuar jetën e Ungjillit, duke qenë një dishepëll i Jezu Krishtit. Dhe në përfundim, para se të bëjmë pyetjen e fundit, unë doja që të pyesja Adile për të ardhmen e kishës dhe të Ungjillit aty në Greqi. Si që përmend e pak më parë, ne dim që dhe kisha nuk është aq shumë e zhvilluar në Greqi, dhe kjo është fatkeqësi sepse ne dim që në Bibël edhe apostulli Paul ka pasur shumë marrëdhënie me grekërit, por edhe me shtetin grek, sepse aty shpenzoi më shumicën e punës misionare që ai bëri. Pyetja ime është kjo thjesht, më thënë çfarë mendimi ke ti për të ardhmen e kishës në Greqi dhe çfarë roli do të luanit ju personalisht edhe si familje? Kishës këtu në Greqi do ishte vërtet një bekim për familjen time, edhe do përpiqesha shumë që një ditë do shkoj sërish në kishë bashkë me familjen time, sepse në kishë ne mund të mësojmë fëmijët tanë që të kenë të njohin më shumë Ungjillin e Jezu Krishtit.
sepse ajo është më rëndësishëm. Nëse vazhdojmë ndjekim kishën, njohim më shumë Ungjillin e Jezu Krishtit. Faleminderit. Unë doja të bëj edhe një pyetje para se të bëj atë pyetjen standarde. Doja të dija pak thirrjet si kanë ndryshuar ty, çfarë thirrjesh ke pasur edhe çfarë roli kanë pasur ato te ndryshimi i zemrës tënde, si e ke ndier dashurinë e Perëndis duke shërbyer në thirrje. Okej, do të thonë që kur kisha thirrje në kishë si presidente e shoqatës së ndihmës, isha një njeri që përpiqesha shumë që të beja në thirrje, të shërbeja dhe motrave në shoqatën e ndihmës, për aq sa mundesha, përpiqesh shumë. Doja që thirrjen që kisha me gjithë zemër, beja gjithmonë mirë, sidomos në kishë me motrat e shoqatës ndihme kam kaluar shumë bukur. Aty ndjesha mirë kur flisim për Ungjillin e Jezu Krishtit, kur studionim nga shkrimet e shenjta, edhe ndjesha mirë kur shkoja vizitoja motrat e shoqatës ndihmës në përshpirat, shkoja bashkë me motrat misionare dhe bënim vizita shtëpie. Atje kisha një qetësi shpirtërisë sepse them po bëj punën e Zotit. Kjo është Zot, sepse isha zgjedhur për këtë punë edhe doja që të ndiqja, të isha një shembull. Edhe kështu vazhdoja të shërbeja duke shërbyer motrave në kishë. Nuk e di sa kam qenë e vlerësuar ajo, se e kam shkruajtur edhe e kam thënë, nuk e di sa jam vlerësuar nga njerëzit, por rëndësi sepse Zoti më ka dhënë bekimet në jetën time duke shërbyer. Jam e sigurt që te Perëndia nuk humbin asnjëherë këto sakrificat që ne bëjmë edhe jam e sigurt që ai të vlerëson më shumë se çdo kusht tjetër. Që rëndësi ka që ti ke bërë punën e ti edhe ke pasur dëshirë që ta bësh. Gjithmonë ishte vullneti. Së fundmi te ja më ndiqte shkrimet në doktrinë e beslidhje, thuhet kjo që në një nga shkrimet thotë që ajo çfarë ka rëndësi dhe çfarë gjykon Zoti është dëshirat e zemrës tonë edhe veprat tona. Kështu jam e sigurt që këto kanë qenë në përputhje me vullnetin e Perëndisë, kështu që prandaj ai të ka vlerësuar. Okej, do të pyes tani se çfarë do thotë për ty Adile që ti je një shëjtore ditëve të mëvonshme. Çfarë është një shëjtor ditëve të mëvonshme? Se jesh një shëjtor ditëve të mëvonshme, do të thotë për mua që një shëjtor duhet të jetë një njeri, duhet të jesh një njeri i mirë, që edhe në ditët e mëvonshme të marrësh gjykimet nga Zoti. Duhet të bësh vepra të mira në këtë tokë, derisa jemi. Qofse ne nuk vazhdojmë të sillim të bëjmë vepra të mira siç bëri Jezu Krishti këtu në tokë, gjithmonë të falim dashuri njerëzve, nuk ka rëndësi edhe nëse ne nuk i marrim atë dashuri. Por gjithmonë të jesh një shëntor ditëve të mëvonshme është gjithmonë të japësh. Edhe mos e marrësh nuk ka problem, sepse gjykimin e ka vetëm Zoti. Në këtë mendoj që është një shëntore ditëve të mëvonshme. Ke shumë të drejtë. Rëndësi ka çfarë japim ndonjëherë dhe jo çfarë marrim. Ka qenë shumë kënaqësi që të dëgjoj nga dëshmia jote, edhe kënaqësi që të njoh. Duket që ke besim shumë të fortë edhe jam e sigurt që ti je një shembull shumë i mirë për njerëzit rreth teje, sidomos për fëmijët e tu. Kështu vazhdo mbaj besimin po kaq të fortë, që ti je një shembull. Gjithmonë duke patur besim në veten time dhe në Zot, nuk kam pse të humbas. Sepse Zoti atë që i kam kërkuar më ka dhënë. Dhe kjo është një dëshmi për mua. Nëse unë i kam kërkuar Zotit, ai më ka dhënë. Dhe nuk jam fishman për asgjë në jetën time. Ke një dëshmi shumë të bukur, po kujtove ato një varg në Bibël që thotë me anë të Krishtit mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më fuqizon. Dhe duket sikur kjo shprehje, ky varg ty të karakterizon shumë mirë. Kështu bravo.
Po, Dile, unë të falenderoj shumë që ishe këtu me ne, që ndave nga eksperienca jote. Unë u befasova në fillim të merja vesh që ti ishe një shenjtore që jetoje në ishullin e bukur të Kretës, dhe shpresoj që të kemi shenjtor të tjerë shqiptar aty. Por falenderoj që je një reze drite, por edhe një shembull i fortë, jo vetëm i Shqipërisë aty, por edhe e të qenurit një dishepull i Jezu Krishtit. E di që ti ke një zemër të thyer dhe të pastër, edhe jam shumë falenderues që Ungjilli i Jezu Krishtit nuk ka rreshtur, pavarësisht vendodhjes që ka ndryshuar. Ti ke qenë e vërtet edhe vazhdon që të jesh një dishepull e vërtet e Jezu Krishtit. Kështu që faleminderit që ishe këtu me ne. Faleminderit dhe juve për ftesën që më bëhet të isha dhe unë pjesë e kësaj. Ju falenderoj. Azi është kënaqësia jonë. Mirë, ne falenderojmë dhe një të ftuarin ton Adile Emini dhe ju miq të dashur që ndoshë këtë episod numër 69 të podcastit Shenjtorët e Shqipërisë. Falenderojmë gjithashtu dhe skuadrën ton për realizimin e këtij episodi. Mos harroni që të na bëni subscribe në kanalin ton të YouTube-it për mos humbur episodet e reja që ne publikojmë çdo javë për ju. Nëse ju doni të merrni pjesë në këtë podcast ose njëni dikë që doni të ftoni, ju lutem na kontaktoni në emailin ton sheshpodcast24@gmail.com ose në rrjetet tona sociale. Ne ju falenderojmë shumë për vëmendjen tuaj në këtë episod dhe miru takoshim javën tjetër me një të ftuar të ri. Mirupafshim. Mirupafshim.